Pas një takimi maraton që zgjati më shumë se 2 orë në Kuvendin e Kosovës, Albin Kurti, Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmani dhanë sinjale të forta se po arrihet një konsensus politik për të shmangur zgjedhjet e reja dhe për të formuar institucionet e reja sa më shpejt që të jetë e mundur. Palët kanë gjetur një gjuhë të përbashkët rreth nevojës së domosdoshme për stabilitet institucional. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku e cilësoi takimin si një hap të mirë dhe konstruktiv, duke theksuar se është diskutuar për shmangjen e zgjedhjeve të reja dhe hapjen e kapitujve të rinj të bashkëpunimit. Edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, u shpreh optimist pas takimit duke folur për një ndërmarrje të madhe dhe të gjerë me lidhjen demokratike të Kosovës. Ai konfirmoi se bisedimet po zhvillohen rreth parimeve, afateve dhe funksioneve institucionale me synim që të arrihet një marrëveshje sa më gjithëpërfshirëse. Kurti u shpreh se takimi është zhvilluar në një atmosferë konstruktive ku janë diskutuar zhvillimet politike, dinamikat institucionale dhe hapa drejt konstituimit të institucioneve të dala nga zgjedhjet e 7 qershorit. Sipas tij ekziston një gatishmëri dhe vullnet për të shmangur zgjedhjet. Ai bëri të ditur se në takim janë trajtuar të gjitha këto tema, por se ende nuk ka ndonjë marrëveshje konkrete. Ai theksoi se bisedimet po zhvillohen rreth koncepteve, parimeve, afateve dhe funksioneve, duke lënë të kuptohet se synimi është një marrëveshje më e gjerë politike. Shtoi gjithashtu se bisedimet do të jenë transparente, por do të kenë edhe një farë konfidencialiteti. Nga ana tjetër, Lumir Abdigjiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka thënë se me kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti kanë diskutuar për shmangjen e domosdoshme të zgjedhjeve të reja. Hapi mirë i mbar për të hapur kapituj tjetër takuese diskutues, ka thënë ai pas takimit me Kurtin. Një ide që po përflitet është mundësia që Kurti dhe Abdigjiku të kenë rënë dakord për rikthimin e Vjosa Osmanit në postin e presidentes së Republikës. Kjo mund të jetë pjesë e një pakete më të gjerë bashkëpunimi mes vetëvendosjes dhe LDK-s, e cila do të jepte qeverisë së ardhme një bazë më të gjerë mbështetje në kuvend dhe do të kontribuonte ndjeshëm në uljen e tensioneve politike, megjithëse ende nuk ka detaje konkrete të publikuara për ndarjen e posteve. Atmosfera konstruktive e takimit dhe vullneti i shprehur nga të dyja palët për të shmangur zgjedhjet e reja japin shpresë se në ditët në vijim mund të arrihen marrëveshje konkrete. Takimi i dieshëm konsiderohet si hapi i parë drejt një bashkëpunimi që mund të sjellë qetësi në skenën politike kosovare pas një periudhe të gjatë pa sigurie.